Pak dit pasi e shkeli vetura dhe pesoj lëndime, Hajrushin e Shkurtës tani e gjen kjo gjë. Shkurte Fejza është një ndër këngëtarët më të dashurat e muzikës popullore në vend. Ajo vazhdon të jetë shumë e njohur për këngët e saj. Shkurta vazhdon të jetë shumë aktive edhe në ahindje të ndryshme familjare. E përmes postimit të fundit, ajo e ka uruar bashkëshortin e saj për ditëlindje, i cili ditë më parë u përball me një aksident, nga i cili pesoi lëndime, por gjendja e tij më pas u stabilizua. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.